Pas mbrojtjes së seancës fillestare, në të cilën seancë është trajtuar marrëveshja për pranimin e fajësisë, e arritur me zbardhjen procedurë, në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. I panderi Aleksandr Vllaiç është fajtor për veprën penale shpionazhi dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve, andaj, në bazë të dispozitave të Kodit Procedurës Penale dhe Kodit Penal të Republikës Kosovës, të njëjtit i përcakton. Për veprën penale shpionazhi, dënim me burgim në kozgjatje prej 5 viteve burgim. Për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve, dënim me burgim prej 6 muajve me pëlqimin e panderit, sipas marrëveshjes për pranim fajësie, dënimi i shqiptuar me burgim zëvendësohet në dënim me gjobë në shumë prej 1.000 eurove. Të njëjtin e gjykon me dënim unik me burgim dhe me gjobë. Ashtu që dënim me burgim në kozgjatje prej 5 viteve dhe burgim me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 eurove. Ky aktgjykim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Sa i përket gjobës, nëse i panderi nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata konformeni 43 paragrafi 3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim, ku një ditë burgim llogaritet në 20 euro gjobë. Koha e kaluar nën masën e paraburgimit, duke filluar nga data 26/05/2024, do të llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Gjykata, me aktvendim të posaçëm të panderit Aleksandr Vllaiç, i vazhdon masën e paraburgimit derisa aktgjykimi të marrë formën në prerë, por jo më gjatë se koha e dënimit të shqiptuar në këtë aktgjykim. Konfiskohen sendet e sekwestruara sipas urdhrit ndalues përfundimtar të gjykatës nën shenjën PPSNR 30/24. Një arsyetim më i detajuar lidhur me çështjet procedurale e ligjore që kjo gjykatë i ka sqaruar sot në këtë seancë, e po ashtu edhe lidhur me sanksionin penal do të jepen në aktgjykimin e kësaj gjykate me shkrim, i cili do të përpelohet në afatet e përcaktuara ligjore. Ky është vendimi i gjykatës. Sot në seancën gjyqësore është konfirmuar pranimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë nga 2 veprat penale nga i panderi Aleksandr Vllaiç, vepra penale spionazhi nga anëri 124 paragrafi 3 dhe anëmbajtje pa autorizim nga anëri 366 paragrafi 1. Prokuria Speciale e Republikës Kosovës me kompetencë lëndore dhe territoriale është e përkushtuar që t'i trajtoj me ndjeshmëri të lartë dhe me profesionalizëm të gjitha rastet e tilla. Sot është konfirmuar zyrtarisht edhe nga gjykata që i panderi Aleksandr Vllaiç ka qenë një bashkëpunëtor i shërbimit inteligjent serb BIA dhe veprimet e tija kanë cenuar rendin juridik kushtetues të Republikës Kosovës, zyrtarëve shtetëror dhe qytetarëve të Republikës Kosovës, duke përfshirë atyre të nacionalitetit serb, që nga veprimet e tij janë cenuar drejt për së drejti edhe jeta e tyre. Rastit të cilin jemi, ose rastet e shpionazhit të cilat janë duke u trajtuar nga Prokuria e Shtetit, në këtë rast nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, janë raste me ndjeshmëri të lartë dhe për shkak të ndjeshmërisë së tyre në këtë fazë nuk mundemi të japim më shumë informacione.